Në këtë 30 prill që për familjen Elli ka nisur me emocion të papërshkrueshëm dhe për kujtime që nuk do të harrohen kurrë. Rrjetet sociale janë pushtuar nga urimet për vogëlushen Luna Mari, e cila feston ditëlindjen e saj të parë. E lindur një vit më parë si një copës drite në jetën e Luizit dhe Kiarës. Luna është kthyer në një simbol të dashurisë së pastër dhe të jetës që lulëzon çdo ditë me praninë e saj. Në mesin e dhjetëra mijëra komenteve që kanë ardhur për të, disa nga figurat më të njohura të ekranit dhe artit shqiptar nuk kanë nguruar të shprehin publikisht dashurinë dhe urimet e tyre për vogëlushen që ka fituar zemrat e të gjithëve. Ledion Liço ka zgjedhur pak fjalë, por të mbushura me ndjenjë, duke shkruar të gëzuar pas ditëlindjen dhe jetën. Një urim që është komentuar gjerësisht për thjeshtësinë dhe fuqinë emocionale që mbar. Ndërkohë tezja e saj Gena Greca ka shprehur mall dhe gëzim në të njëjtën kohë. Duke shkruar, s'kam për t'i harruar këto momente sa gëzim na ke sjell moj Lunusha jone ëmbël, ti të bëhesh edhe 100 vjeçe. Një urim që rrëfen sa shumë kjo vogëlushe ka lënë gjurmë në jetën dhe zemrat e atyre që e kanë ndjekur që nga momenti i parë i lindjes. Liesa Haxhiaslani ka sjell një atmosferë miqësore dhe plot ngjyra me urimin gëzuar ditëlindjen dasulia ime Lunuko, të duam shumë. Duke i shtuar edhe më shumë dashuri kësaj dite kaq të veçantë. Valbona Mema ka qenë një tjetër personazh që ka emocionuar ndjekësit me urimin e saj. Gëzuar ditëlindjen Lunushja e zemrës tonë. Të do shumë bona ty Kiara dhe Lui, Luna gëzofshi gjithë jetën pranë familjes tuaj të bukur dhe pranë nesh që ju duam shumë. Një mesazh që tregon sa shumë dashuri dhe vlerësim mbart kjo familje për publikun. Ndërkohë artistë si Aurela Gaçe, Orin Ebiaj, Rozana Radi, Fatmira Breçani, Albana Osmani dhe shumë të tjerë kanë derdhur urime të ngrohta, me fjalë që tingëllojnë si bekime. Edhe 100 princesha, jetë të gjatë, Zoti ju ruaj dhe u bëfshi katun, gëzoft 100 drita, edhe 100. Janë vetëm disa nga frazat që janë shpërndar dhjetëra herë dhe janë bërë pjesë e kësaj feste të madhe shpirtërore që ka kaluar kufit e një përvjetori familjar për t'u kthyer në një përjetim kolektiv. Në çdo koment ndjehet jo vetëm gëzimi për vogëlushen që feston një vit jetë, por edhe dashuria për një familje që e ka ndarë këtë udhëtim me publikun pa filtra. Me sinqeritet dhe për kushtim Luna Mari ka treguar se pa folur ende asnjë fjalë është në gjendje të bashkojë zemra, të ndesë emocione dhe të mbush syt me lot gëzimi. Dhe kjo ditëlindje e parë është vetëm fillimi i një rruge që ka nisur me dashuri dhe do të vazhdojë të rritet me dritë.